Përshëndetje miq të televizionit Syri. Sot do të kthehemi në kohë. Do të kthehemi në një profesion të kaluar nga një grua e cila prej vitësh ka ushtruar profesionin e avokatës, krye prokurorës së parë në nivel vendi, një grua me një mision të veçantë. Është përpjekur të kryej me ashtu siç është më smiri detyrat e krye prokurorit në komunën e Gjakovës, të cilat janë të punoj pa anshëm, të trajtoj në mënyrë të barabartë secilin rast dhe në të njëjtën kohë të gjykoj drejt. Nëse vërtet është bërë kështu, nëse vërtet ka punuar sfidat e këtij profesioni, paragjykimet, stereotipet, detyrat e rëndësishme, të gjitha këto do t'i flasim me zonjën Shpresa Bakia, e cila aktualisht është pensioniste, por aktive në profesionin e saj. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën. Një punë kogja të rëndësishme, me përgjegjësi të lartë, me mision mund të them të vështirë, por gjithsesi besoj që ja keni dalur. E rëndësishme është të fillojmë nga e para. Për ata të cilët nuk ju njohin sa duhet, a mund të na bëni një kronologji të punës suaj të deritanishme? E thash edhe në fillim, dukeni, ligjërisht jeni pensioniste, por jeni aktive. T'ju bëjmë për pak më të qartë shikuesve, cili ka qenë ai rrugtimi juaj i detyrave që keni pasur në jetë? Faleminderit. Unë punën e kom fillu në komunën e Gjakovës, ku kom punu 6 vjetë. Edhe gjatë kësaj periudhe 6 vjeçare, unë kom arrit edhe ta kryj fakultetin juridik. Për një kohë 3 vjetë e gjys, jëm hinë provim së bashku me dhe gjithë studentet e rregullt, përveç se në indeksin tim ka shkru student me korespondencë. Dhe më thonë, ma fatë rekord muj me thonë, se i kom kryjë gjitha provimet, edhe kom diplomu në mujin e 11 të vitit 1980. Me 1 janar 1981 kom startu si gjyqtare e ish gjykatës komunale në Gjakov, ku kom punu në lamin penale. T'ju them një gjë se përcaktimin në lamin penale e kom bo në fillim, mas pari ka qenë për zemër, më ka shku ma shumë për zemër lamia penale, edhe e dyta mendu në mentalitetin e qytetarëve tonë, thësha unë e femen me dalë në arë, me ja da dikujnë pasunin, që pasunia prona është një rëndësie të veçantë për të gjithë qytetarët e Kosovës, kështu që e kom pa vetën që nga zyra mund të kontriboj ma shumë në ata që më flenin zemër. Kom punu deri në tetor të vitit 1985, në gjykatën komunale dhe pastaj kom shku në gjykatën themelore të punës bashkuar në Gjakov, e cila ka qenë gjykatë e nivelit regional dhe ka gjyku çështjet e marrëdhënies punës, sipas ligjit mbi marrëdhënien e punës. Në këtë detyrë kam qenë deri me 28 dytit 1992, ku Serbia e ka pushu funksionin e kësaj gjykate dhe na kemi mbet pa punë. Dhe pastaj, që ndodhi në periudhën e pas luftës? Në këtë kohë, deri në vitin 2000, e kom shfrytzu edhe atëherë nuk kom dhejt, me ashtu jom angazhu në zyret avokatit. Kom punu deri në vitin 2000. Në vitin 2000, jom emëru prokurore në prokurorin themelore në Gjakov, ku e kom dhonë një kontribut shumë të madhë, diku gati 19 vjeçar, si prokurore deri në vitin 2010, dhe prej tetorit të vitit 2010, jam emëru krye prokurore
e prokurisë themelore, prokurisë themelore në Gjakov, të cilin funksion e kom kry tani dhe në reformimit e sistemit gjyqësor në Kosovë, ku në vitin 2013 edhe Gjakova ka fitu statusin e zyres regionale, do me thonë tani jemi themelu si prokuri themelore e Gjakovës, e cila në kompetencën e vetë ka komunën e Gjakovës, të Rahovecit edhe të Malishevës. Me formimin e kësaj gjykate dhe themelimin e këtij statusi në prokurin e Gjakovës, nga prokuria e Pejes, e Prizrenit, e degët në Rahovec dhe Malishev, i kemi pranu diku 11.300 landë, të cilat është dashur të sistemohen, të përcaktohet kompetenca e secilës, se tani na ishim edhe prokuri e krimeve të rënda, e kishim edhe departamentin e krimeve të rënda. Që e shtonte njëkohësisht punën edhe angazhimin. Punën edhe kompetencën, për arsye se prokuria komunale nuk i ka pas në shqyrtim krime të rënda. Komuna e Gjakovës ka qenë në kompetencë të prokurisë së qarkut atëherë o thirë, në Pej. Kështu që me themelimin e kësaj prokurie, lanë të asaj prokurie të qarkut që dhe ajo tash ka qenë me status prokuri themelore, Departamenti i krimeve të rënda i asaj prokurie krejt landi ka përcjell në Gjakovë. Po ashtu, lanë të krimeve të rënda, përveç atyne statusit përgjithshëm, edhe departamentit për të mitur, kanë ardhur nga prokuria themelore e Prizrenit për të gjitha ato vepra penale të cilat janë kry në teritorin e komunës Rahovecit edhe Malishevës. Në fillim, kemi pas vështirësi, për arsye se nuk kemi pas njerëz specializuar për krimet të rënda. Edhe plus, nuk kemi pas as policinë. Policia e Gjakovës nuk ka pas njerëz të cilët do të hetonin veprat e krimit të rënd. Kështu që jemi ndihmu prej policisë regionale të Pejës, prej policisë regionale të Prizrenit, edhe ka pas raste që kur ka pas angazhime edhe nga policia qendrore e Prishtines, krejtën varësisht çfarë rasti i krimeve të rënda ka qenë në pyetje. Masi kemi arrit mi specializu sa do kudo kuadrin ton të policëve hetus, atëhere jemi shkput, po ajo ka zgjatë diku 2 vjetë, deri në shkputjen totale. Kështu që për mu si krye prokurore ka qenë një obligim bukur i rënd edhe i madh, të cilin mendoj se ja kam dalë me sukses. Kemi bashkëpunu shumë mirë, kemi kry gjitha ato veprimet që është dashur mi kry, pa kur farë problemi. Duke i pasur të gjitha këto funksione në gjyqësor, nënkupton që i njinin nga afër problematikat. Cili është vlerësimi juaj? Sa ka sistem të meritokracisë kur është fjala për sistemin gjyqësor në nivel vendi? Çfarë vlerësimi keni? Sipas vlerësimit tim, të marrë parasysh punën që kom pas edhe që kom kryje dhe që kontaktin që kom pas me gjithë këta persona dhe prokurit përkatëse, mendoj se në sistemi i drejtësisë ka meritokraci. Nuk do me thonë se është e 100%, po mendoj se ata që japin kontributin edhe angazhohen, rezultati nuk ju mungon. Të jesh krye prokurore, të bartësh një funksion si femra e parë në nivel vendi, është e vështirë në të dy aspektet. Fillimisht, besimi të qenurit grua në një detyrë kaq të rëndë, dhe e dyta, angazhimi dhe përkushtimi shtesë tash në rolin e krye prokurorës nga prokurore.
u vërtetua dhe gjithmonë e thoni se gjithçka ka kaluar mirë. Megjithatë, si ja dolët? Ishte e vështirë sepse sistemet nganjëherë janë të tilla të cilat ndryshojnë nga dita në ditë, nga java në javë, edhe ti kapni të gjitha ndryshime gjyqësore të cilat duhet të kapën në kohë. Jurisprudenca, përkatësisht juristi i cili përcaktohet për këtë profesion, duhet me qenë i gatshëm edhe me përcjell gjitha ndryshimet ligjore që ndodhin gjatë punës së tij. Për arsye se nëse nuk i përcjell, nuk mundet me qenë në nivel të detyrës që e ka. Në vitin 2013, përveç që kemi fitu statusin e prokurisë regionale, na jemi ballafaqur edhe me faktin se në 2013 ka hyrë në fuqi ligji kodi i ri penal, i cili ka fuzionu edhe kompetencat e krimeve të rënda. Do me thonë, prokuria njësoj si gjykata përbahen nga 3 departamente. Departamenti i përgjithshëm në prokuri paraqet veprat penale, të cilat janë deri në 10 vjet burg. Ku dënimi parashihet deri në 10 vjet burg. Mbi 10 vjet burg del në kompetencën e departamentit për krimeve të rënda. Përveç kësaj, ekziston edhe departamenti për të mitur, ku shqyrtohen, hetohen dhe shqyrtohen edhe ndiqen deri në fund ndjekja penale ndaj personave të mitur, se prej 0 deri në 14 vjet personat e mitur nuk i nënshtrohen përgjegjësisë penale, po 14 deri në 18 i nënshtrohen përgjegjësisë penale, varësisht nga vepra penale që kanë kryer. Po edhe këtu të miturit, paraburgimi është në vërtetë ndalimi i tyre është me kohë më të vogël, do me thonë për 24 orë ai ndalohet dhe gjatë atij 24 orëshi policia është obligume mi kry krejt veprimet hetimore, mi ia dorëzu denoncimin penal prokurorit kompetent, i cili vendos për masën e matutjeshme ndaj tij. A do të zbatohet paraburgimi, që zbatohet vetëm në raste të veprave penale që janë më të rënda, ku në një farë mënyre është bashkëkrys, do të pesha veprës penale është e madhe, me lënien në liri ai mund të pengonte hetimin duke ndikuar në dëshmitar dhe ekziston rreziku i përsëritjes veprës penale. Këto janë kushte që ai të shkojë në paraburgim, por gjithmonë me respektim të moshës së tij. Zonja Bakia, jo rrallë dëgjojmë në opinion paknatësi të njerëzve nëse u gjykua drejt, nëse gjykatësi, prokurori, kryeprokurori gjykoi pa anshëm, trajtoi në mënyrë të barabartë secilën palë. Këto janë vetëm opinionet të njerëzve, të cilët ndoshta në raport me ligjin nuk i njohin të gjitha rrethonat. Ju si kryeprokurore gjatë punës sa kryet këtë mision kaq të rëndësishëm dhe kaq qëndësor, i realizuat me sukses këto parimet kryesore të paanësisë dhe të detyrës së kryeprokurori që secili rast të trajtohet në mënyrë të barabartë? Funksioni i prokurorit, kryeprokurori është instancë më e lartë që mirret edhe me organizimin e punëve në kuadër të prokurisë që ekziston, por që detyrë e prokurorit në punën e tij është që të zbatoj ligjin në mënyrë të pavarur, i pa ndikuar nga jashtë, në mënyrë të drejtë, objektive dhe i paanshëm, dhe që të kujdeset që çdo person të trajtohet i barabartë para ligjit. Kjo është koncepti kryesor. Ka raste kur janë të ndikuar nga rrethonat, prokurorët? Unë muj me fol veç për veten personalisht, për arsye se për ndikime tjera nuk jam e thirrur, aq më tepër
në këtë pozitë ku jam tani jam pensioniste, por une nuk jam nënshtruar, as nuk besoj që ka pas tendenca të nënshtrimit dhe ndikimeve nga jashtë. Jo mundu me tërë qenjen time që detyren ta kryj me ndërgjegje duke zbatuar kodin penal, dispozitat e konventave ndërkombëtare dhe praktikën gjyqësore. A duhet apo nuk duhet që prokurorët para shpalljes së një vendimi të caktuar të takohen me gjyqtarët? Dhe nëse kjo do të ndodhte, a është shkelje detyrës së tij zyrtare, a nënkupton apo jo? Kontakti i prokurorit me gjyqtarit para vendimit përfundimtar të gjykatës nuk lejohet. Nuk lejohet. Këtë mënyrë të kontaktit nuk e lejon kodi e etikës profesionale. Do të thënë shkelje nëse ajo ndodh. Në çdo rast është shkelje, për arsye se nuk lejohet komunikimi ex parte ose i thojnë komunikimi me vetëm me njërin palë. Mundesh me komuniku veç kur të jetë krejt palët prezente për çdo çështje që është për më diskutuar. Sepse natyrshëm do të tingëlloj që është ndikuar ose kërkon ndryshim vendimit ose diçka tjetër. Që ndikon në një farë mënyre në vendimin e gjykatës. Ajo nuk lejohet, edhe unë e di që sa herë kemi kryj gjykimin, edhe sot kur kryhet gjykimi, krejt palë dalin jashtë, as prokurori nuk metet në zyre. E aq më tepër kryetari i trupit gjykues, si vetëm, si me kolegj, kur të përfundon gjykimi, ata dalin jashtë edhe. Përgjatë gjithë këtij rrugtimi, përgjatë gjithë këtyre seancave, një mori vendimesh në jetën tuaj është dashur të nënshkruani, të firmosni, kush më shumë, kush më pak, varësisht nga rasti që është trajtuar. Më intereson të di, cilin rast e konsideron më të ndërlikuar në karrierën tuaj gjyqësore? Se cili rasti ka ato ndërlikimet e veta? Kom trajtu, në vërtet kemi hetu vepra penale prej më të ndryshme. Dhe varësisht për rezultatit të hetimit, kemi ngritë akuza të cilat jemi të obligum si prokuror të shtetit të mbrojmë para gjykatës. Dhe varësisht nga vendimi që është pru nga gjykata për lartësinë e dënimit, nëse kemi qenë të kënaqur me matjen e dënimit, krejt ka qenë në rregull. Nëse nuk kemi qenë të kënaqur, e kemi drejtën e ankesës në shkallën e dytë, ku pretendimet e tona i shqyrton gjykata e apelit. Edhe nëse pretendimet tona kanë bazë, vendimi i gjykatës mund të spari duhet të aprovu ankesa, vendimi ndryshohet, vërtetohet, ndryshohet, ose landa ka bazë për më kthy në rishqyrtim, me i vërtetu edhe disa fakte të cilat konsiderohen se nuk janë vërtetuar në mënyrë të mjaftueshme. A ekziston që një lëndë për një prokuror, krye prokuror, të parashihet të suksesshme, edhe a ka raste kur një lëndë parashihet të dështuar? Po në çdo rast, një lëndë ku gjykata e liron personin e akuzuar, mund thuhet dështim, edhe gjykatat e apelit marrin evidencë për të gjitha lëndët për secilin prokuror, edhe përkatësisht për secilin vendim gjyqësor, sa lëndë janë vërtetu, sa lëndë janë ndryshu, sa lëndë janë liru, se kanë të drejtë. Mandej, e sheh një praktik që në kontestet që zgjasin shumë me vite, po ndodh edhe dukuria e parashkrimit të veprës penale.
këtë rast që nën kupton se ndaj ati personi ma nuk mund të ndërmiret asnjë veprim tjetër kundër ti, por praktikisht ai lirohet edhe fiton të gjitha të drejtat që i ka pas. Cila nga ato rastet që ju keni trajtuar është në brendin tuaj më e veçanta? Se unë e di që gjyqtarët, prokurorët, ndjeshmërinë emocionale nuk e kanë, sepse puna ju nuk i detyron të tillë dhe ju zbe. Se para çdo vendimi, nëse është ndjeshmëria emocionale, atëherë nuk ka efekt ligji, kështu që këtë e kam parasysh, por sido që t'jetë kur ktheheni në shtëpi, me siguri është pak ajo e pranishme. Puna e prokurorit është e lidhur jo vetëm me orarin e punës, po edhe pas orarit të punës, për arsye se kemi punë me njerëz. Edhe në këtë mënyrë ti shkon në shtëpi, po edhe gjatë veprimeve që i bën në shtëpi, punë të në shtëpi, tu i bë gjithmonë mendja trin, a mos kom lënë edhe najsa në mongi, a o kry që ki veprim drejt, a mësë më ka met nesër mi kompletu qëtë rast edhe me ashtu, ose kryhet rasti, krejt hetohet, ngritet këtë akuza, shkon në gjykat, po ka raste që janë shumë të ndishme, ka raste që janë shumë voluminoze, që kërkojnë shumë punë, shumë angazhim, shumë përkushtim në shqyrtimin e gjithë dokumentacionit përcjellës të asaj lande, në bazë të cilat konsiderojmë se janë plotësu elementet e një vepre penale të caktuar, për të cilën pastaj ngritet akuza. Unë mund të them, prej të gjitha rasteve, më ka met në kujtes, kjo ka qenë në fund karrierës, një rast i një të miture, e cila ka lind në moshën 14 vjeçare, edhe më njëherë mas lindjes ka vdek, fëmija ka mbjetu. Ajo vajzë, ai fëmijë është viktim e raporteve, përkatësisht, marrëdhënieve në brenda familjes. Se kur është lajmëruar rasti si rast, e para ka qenë me kënd ka qenë në lidhje, se nëse ajo 14 vjeçë ka lind, dhe me thonë, asaj ka parapri raporti seksual edhe para moshës 14 vjeçare. Kënd ka shok, ose shoqe të afërta ka shku në shkollë. Kemi marrë vesh se ajo ka shku në shkollë me vllain e saj. Edhe krejt atë klasa, shoqënia, flitshin thojnë, nuk është shoqënu me askën. Familja, si familje, janë mbyllë. Nuk flasin, nuk dim gjo, qikën kemi qu me djalin në shkollë, o shku me djalin, o ardhë me djalin, krejtë në regullë. Edhe ta shka, fëmija është. S'ki shka, para aktit kryrë. Kemi urdhru ekzaminimin e ADN-s. Tu i përfshi 14 persona familjar mashkuj. Krejt rrethin e hapër e kemi përfshi në atë ekzaminim. Dhe nga ekzaminimi ka dalë se baba biologjik i ati fëmije është vllau i saj. Sa shqetësuese, para me Ajo është që këtu më ka metë se kemi pas raste edhe të matë nishme, matë rana, me lindime, me dhunime, me krejt ato, po ajo mu më ka brengos se ajo ka shku veç. Mia ka met, fëmi nuk e kanë marrë, e kanë lënë në spital. Ai personi është para burgos, procedura ka vazhdu ndaj tij. Por dikush është viktimizu. Pikrisht, po. Nuk moj mi hek pi mendjes atë fëmi. Edhe unë tash kur po dëgjoj për herë të parë, po e shoh se sa e vështirë. Kemi pas raste shumë, kom pas aksident komunikacioni, jem dalin gjysmë natës në teren,
autostradë. Po. E kishin bo njerin, a i shkon njeri me të meta mentale, Po. edhe o dalë midis rrugës. Dikush e ka shkel, nuk o nalë, edhe viktima ka metën midis rrugës, edhe tash qysh e nardë automjetet, njena, E tjetra. kanë rishkele dhe E kanë bo një copë qatje, i copë qatje, i copë qatje, ta banë me shiblun. Edhe? Edhe o konë shumë e trishtushme për mu, qysh në fund, një qift, një femën edhe një mashkull para masërtesës, zonën ta. Një copë, jo në ta. S'moj me thonë ta, me një copë edhe ata nalen. Edhe trishtohen se tash ata nuk e din e curin Ati rasti. e kemi trajtu atë rast, e kemi asi edhe kemi gjetë se ka edhe roje të autostradës, të cilët e kanë tërhek këtë njeri disa herë për rrugës. Po a i njeri me të meta mendale, si duket edhe, ndoshta edhe ka qenë në ndikim të alkoholit, ta ku me ditë që shokon punativi, sot dhe kom parasysh atë. Makina e parë asë njëherë nuk u gjetë. Jo, s'ka, ata e shku mi ditë s'ka mujtë kërkush mi vërtetu atë rëthan, po o konë pamje shumë tristushse. Shumë tristushse. Thamë, kom pa vrasje, djalin e ri e kanë vra, edhe një vrim sa maja stiligrafit, qëto, a i ka përfundu. Edhe ajo është e trishtushme. Një i ri mu vra ashtu. Dhe me thonë, janë sene që jam balafaqu, se unë jam ndoshta ndër jo femnat, po prokurorët e parë që me hyrje në fuqi të ligjit të kodit penal të vitit 2013, kom fillu dalje në teren. Dhe me i pan nga afër rastet, cilat është dashur të intervenoj drejtësia. Po. Edhe më kanë me të kujtes, kom dal edhe në kontrabandim të mallrave, edhe në vrasje, edhe në plaçkitje, edhe në vjedhje të randa. Në të gjitha veprat e randa penale kom dal. Nuk kom pyet a është ora 3 masdite, a paradite, a gjysa natë. Ka qenë edhe e vështirë kjo pak menaxhimi me familjen në një farë forme, sepse tereni është pjesa kryesore e fakteve. Qashtu është, po familja jeme e kanë marrë ato si normale të profesionit tim, edhe unë në drejtim nuk më pas kur problem. Jem dalë veç sa më ka bo telefoni qaq o desht, kohë që unë me vepru. Pikrisht. Zonja Shpresa, deshëm apo s'deshëm ta pranojmë jetojnë në një shoqëri pak sa paragjykuese. Punohet vazhdimisht edhe nga organizatat jo qeveritare që gruaja të jetë sa më shumë involvuar në proceset vendimarrëse, siç keni qenë ju edhe disa gra pas jush. Por ende ekziston ajo dilema tek bota mashkullore që është shumë e keqe. Gratë nuk guxojnë, nuk janë shumë të forta të marrin vendime në drejtësi, e kështu. Ju jeni një prej sukseseve. Si keni arrit me i thyj këto barriera? Barrierat e tilla kanë fillu të zhduken në momentin që janë mru gratë në profesione vendimmarrëse, ndërta është edhe gratë në prokurori, në gjykata, të cilat kanë treguar se din dhe munden me punu baraz me mashkull, edhe be ju te i kalu. Këte e vërtetojnë se sot në krye të hierarkisë së gjyqësorit gjinden femna të forta, të cilat e udhëheqin me sukses institucionin ku janë emëruar, ato në krye edhe ato që punojnë si prokurore, kur gjë mrapa nuk mesin. Pikrisht. Edhe unë jam mbështetëse e këtyre mendimeve gjithmonë dhe aq sa ke mundësi në profesionin tim përpiqem me ngritë zërin për këto çështje. Thuhet ligji ka mundësi interpretuese të ndryshme.
A është e vërtet kjo? Interpretimet e ndryshme të ligjit dalin nga vendimet e ndryshme që mirën nga prokuror apo gjyqtar, por që këto me njëherë reflektojnë zyrtarët, prokurorët kompetent, edhe nëse duhet miret mendimi i Gjykatës Supreme, mendimi juridik mbi një çështje e cila nuk është e qartë me dispozita ligjore edhe interpretohet në mënyrë të ndryshme, por kemi edhe raste kur marrim mendimet e kryeprokurorit ose stafit të kryeprokurisë shtetit të Kosovës për një çështje të caktuar, edhe ai mendim është i vlefshëm edhe nuk ndodhin më. Nuk është që ne në media tona, qoftë të shkruara, qoftë elektronike, nuk shohim paknatësi të vendimeve, të cilët qytetarët në rrethana të ndryshme ngrisin zërin që lënda ime nuk u interpretua si duhet, nuk u mbështet si duhet, dikush e gjen një vegës të vogël dhe kapet pikrisht për atë vegës e cila i ndihmon në padinë e saj e kështu me radhë. Kështu që si tua heqim dilemat njerëzve që janë të barabartë para ligjit, ashtu si do duhet ishin? Ato perceptimet që jeni ka i përmeni shkojnë ma tepër në vendimet e gjykatave. Vendimet e gjykatave i merr gjyqtari apo kolegji i gjyqtarëve, i cili është i pavarur në vlerësimin e të gjitha fakteve të parashtruara. Por në rast se pala cila do qoftë është e pakënaqur, atëherë ka të drejtën e ankesës në gjykatën e apelit, në gjykatën supreme, edhe deri në gjykatën kushtetuese, edhe ato dilema zgjidhen. E di që duhet ndoshta kohë pak më e gjatë, për arsye se gjykatat tona janë të ngarkuara në të gjitha nivelet, po dikur i vjen fundi, duhet pak durim edhe i vjen fundi. Pikrisht. Pas çdo vendimi të ekzekutuar, ka person që fiton dhe ka dikush që dihet humbës. Humbësi mund të krijojë X rrethana kundrejt atij vendimi. Ai një ndjerë ndonjëherë keq me situatën, a ju ka bërë dikush ndonjë telefonat, si që ndodh, nuk gjykuat mirë, kështu, ti do t'ja raportosh ati me fakte. Mirë po, ai humbësi duket sikur ka të drejtë për një moment, derisa të ulet para fakteve. Të gjitha faktet me të cilat i mbledh prokuria gjatë hetimit, ajo i parashtron në gjykatë. Gjykata është ajo që bie vendimin përfundimtar për të gjitha provat e parashtruara, provat materiale, atëherë dëshmitar, të dëmtuar. Kur ti analizon krejt këto fakte, ajo bie vendimin. Po, ju personalisht jeni kërcënuar ndonjëherë prej dikujt? Jo. Jo, se këto kanë qenë piknisjet e para me njëherë pas lufte, se e thatë mirë shumë që nuk ju kanë besu femrave, edhe kanë menu se femër përkësohet ma lehtë. Po, pikrisht. Kem pas një rast, edhe e kemi që njeri në paraburgim se e ka meritu. Mandaj ajo është akuzue o dënue krejtat, procedure kanë djek, po fillimisht tash vllanë pjestar, që une gjatë karierës time në asnjë proces verbaltimin nuk ka ekzistu konstatimi se ky kryesi i veprës penale është pjestar i luftës. Jo. Nëse ti je pjestar i luftës, une në çdo kohë mundem mu çupi çti vendi, me ta dhonë dorën, me t'i pranu meritat e tuja. Por që pas luftës, ajo nuk t'jep ty të drejt me kry veprimet që i ki bo edhe ki kry një vepër penale. Edhe tash vllau i vetë, ma gjonë shpinë, bja në shpi. Urdhna, unë në balkon, a i poshtë. Tha, unë e marrë, a di konë e kishtin burg? Konë.
emnin dhe mbi emnin. Po, thash për më kujtohet rastit ti. Tha, unë jam vëllau i ti edhe jam pjestar. Thash bukur shumë. Ai, thash, kam i përfundu procedurën, qysh e kemi njës dhe në fund. Shka dhe në fund nuk e di. Thash, po ti, nëse je qaqi fort, viq dil prej qësaj dere, bën e pushkën top edhe hajde. Ai mo as nuk o do ka në i pari, me më këqyrë ku jam, as që ka provu kush tjetër më ardhë mas ti. Se si ta kish në njonin që i boni pun kërsnimi a i tjetëri drejt, i sharë kujshi. Po jo. Do me thanë, po. Ato e kanë... E dini edhe si funksionojnë tipet e kërsnimeve, po se jeni në baza ditore me këto punë. Nuk ka ndodhë mo kush me marrë të dera. Me gjithse unë të dera e kom pas të nalu me burit jam i këm thonë, kur të vjen kush me lyp shpresën, thuj, kjo është shtëpia jeme, mas pari, nuk është shpresës. Se shqiptarët, veç ata kanë shtëpia. Gratë s'kanë. Po ajo kona anë tjetër. Po. Ti ke mendu në një kontekst tjetër. Shpresa e ka zyren në prokurori. Nëse kina i sanë me ta, shko me rëvesh me ta. Edhe unë e këto dilema i kom largu pibetit. Mos që në afru. Shumë me mirë. Ke ditë, ke funksionu me gjuhën e argumenteve dhe gjithsesi sukseset nuk ju kanë munguar. Mirë, po ju po vazhdoni qene aktive edhe pse ligjërisht jeni pensioniste. Tashmo jeni një avokatë që trajtoni lëndë të ndryshme edhe jeni aktive në profesionin tuaj. A ju bën kjo të ndiheni mirë edhe nga ato ngarkesat të rënda që keni pasi krye prokurore, tash po bëni një detyrë që prap po ju mban gjallë profesionin. Do shta pak, më pak angazhime. Mbas 37 viteve në gjyqësi, nuk kom mund të shkputem lehtë nga puna që kom pas. Andaj kom vendos që me hap zyrën e avokatis edhe me ushtru funksionin e avokatit në mbrojtje të njerëzve që kanë ra ndesh me ligjin, duke ju mbrojt të drejtat e tyre para ligjit. Kur gjë më tepër. Moj me thonë se fillimisht kur jëm dalë, kom pas probleme me vetë vetën, parësy se kur thëke gjyqtari tash e ka radhën prokurori me në thonë shka ka me në thonë, Se e kishe prejpunë. Automatikisht unë isha une. Po, atër ishit në një rol tjetër, thash derisa ishit në një rol tjetër. Derisa u këfilësha që nuk e ka me mu, po e ka me tjetër kanë. Edhe me kohë, edhe atë probleme kom të i kalu, kështu që e kry rolin që ka. Rolin e avokatës, gjithsesi. Po lëndët, a ka lëndë që janë më delikate, gjithsesi ju e thatë kërkojnë punë më shumë e krejt. Shkrimtarët nuk din t'i ndajnë vargjet, veprat, kështu me ratë cila më mire, cila më keqe. Keqe kushtimisht, po them. Ju e ndani dëshiren për cilën lëndë ta trajtoni më shumë? Tipin e lëndër? Apo për kushtimi është i njëjtë për të gjitha dhe do doni? Tash jam përcaktu në fillim për lamin penale. Dhe gjithë shka që ka të bëjë në këtë fush? E kom për zemër edhe e kisha kry prap me të njëjtin vullnet që i kom kry. Po që kur të arrin mosha... Ju ka marrë energji gjithë kjo punë për gjatë këtyre viteve? Jo, e kom kry me shumë vullnet, me shumë pasion, edhe unë e kom jetu pjasa i punë. Sot kemi pa fund student të juridikut. Gjithmonë në drejtimet e juridikut, gjitha departamentet, numri studentëve është me bollëp. Dalin juristat të rinj fatmirësisht. Po sa ata, si pas syri tuaj kritik, duke pasur gjithë këtë eksperiencë në ligje, në punën, në drejtësi, janë të aftë për ta bërë punën, sepse një diplom mirët, por pastaj është praktika ajo e cila të ndesh me ligjet edhe me ndryshimet cilat vijnë. Në fillim të karierës të tonë jemi praktikanta. E tillë, kom qenë edhe
kur kom startu mas 2 mujve që kom diplomu. Por që me vullnet, me përkushtim, arrihen të gjitha. Me kohë fitohet edhe përvoja edhe të gjitha. A mund t'i ndajmë edhe juristët si juristi mirë, i suksesshëm, në karrierë, në një farë forme edhe ata për nga puna atyre të, kushtimisht them, jo si tituj, por si vlerë, që edhe ata për nga puna atyre të qëndrojnë gradualisht deri të një profesionist në fushën e tij, të punojnë një herë me lëndë pak të cilat kërkojnë ndoshta kohë më pak për t'u trajtuar, deri të lëndët të cilat kërkojnë kohë më shumë. Ajo është një rregull i pashkruar se asnjë gjyqtar apo prokuror i cili fillon punën, pavarësisht aftësive të tij, suksesit që ka treguar në studime, gjatë trajnimeve që i ka arrit derisa ka mbri në fazën e përzgjedhjes si kandidat i mundshëm për prokuror dhe gjyqtar, gjithë janë fillestar. Gjithë duhen mu ballafaqu prej matletës ma e rona. Ajo nuk do me thonë se arrihet për një ditë. Po gradualisht, ligjin duhet me njën ligji, me njën landa. Nëse nuk e zbaton këtë mënyrë të punës, nuk mundesh me pas sukses. Për arsye se tash 37 vjetë kom punu, edhe çdo herë kur e kom lexu ligjin edhe një herë, kodin penal, apo kodin e procedurës penale edhe një herë, unë e kom pas se kom pas nevoj mi përsërit. Sa? Kom pas nevoj mi përsërit, edhe pse gjanat me kohë. Duhet një praktike punës gjatë gjithë jetës, që me qeni sukses. Nuk duhesh monal në konsultimin e ligjit përkatës me të cilin je ka mirësh, me konventat ndërkombëtare, me praktikën gjyqësore, gjithmonë duhesh me qenë afër, po u largove pak, largohesh për profesionit. Na jep një porosi e cila do t'ju shërbej gjeneratave të reja për këtë profesion. I vështirë si duket nga kjo që bashkëbiseduam sot, shoh se ka përkushtim edhe punë. Gjeneratës së ardhshme, një ashtu porosi të fundit ju kisha dhënë, që nëse janë përcaktuar për këtë profesion, të punojnë me përkushtim të madh, të angazhohen në mënyrë të pavarur, të drejtë, objektive dhe të paanshme, dhe të sigurohen në atë që secili qytetar të trajtohet në mënyrë të barabartë para ligjit. Është prioriteti i parë, ndoshta. I parë edhe i fundit. Pa këtë prioritet nuk mundet me pas sukses. Edhe diçka. Çka e shes të arritur në punën tuaj 40 vjeçare? E arritura e fundit e imja ka qenë zgjedhja në krye të prokurisë themelore në Gjakov si krye prokurore, si krye prokuroria e parë femen në Kosovë dhe krye prokuroria e parë femen në Gjakov. Me qenë se kom vendos prej fillimit që mos mu largu pi Gjakovës, atjere edhe shanset e mia për nivele më të larta kanë qenë të largta, për arsye se unë e kom vendosë vetëm në Gjakov. Dhe ashtu po shihet se do të jeni duke vazhduar këtë mision edhe tani. Unë e kom pa veten në Gjakov, edhe për fillimit edhe deri në fund jam në Gjakov, që nuk është situata njëjtë me fëmijët e mi e me tjertë. Po të rritë, ku ta shohin veten më mirë, që aty janë mas miri. Gjithsesi. Faleminderit që pranuat bëhet pjesë e emisioneve tona. Juroj shëndet, profesionalizëm gjithmonë, sepse ligji është ai që u jep të drejtën të jenë të barabartë të gjithë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Kom pas nderin se kom punu gjatë, jam ballafaqu me të gjitha, edhe e shoh si një ashtu
një trajtim pak më ndryshe. Edhe si një model për të punuar edhe të tjerët kështu ndershëm dhe profesionalisht. Faleminderit. Ne kemi përfunduar këtë bisedë me të nderuarën zonjën Shpresa Bakia, një ish krye prokurore në prokurorinë themelore në Gjakov, gruaja e parë në nivel vendi në këtë pozicion dhe gjithsesi tashmë edhe një avokate në punën e saj pas pensionimit. Ndahemi bashk, faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të jeni me programet e Syrit. Mirëmbëjtje.